Elton, një diskutim që vazhdon të jetë akoma dhe ngjan sigurisht një déjà vu-je Big Brother të kaluar mes Julit dhe Eglës, mes Rozanës dhe Laertit, që në Jo, fillim nuk kanë asë një lloj jo, ngjashmërie. në kuptimin e Unë se kote në fund qoftë se do të vija në qoftë se do të vija në peshore midis Julit edhe Eglës, këtë herë do vija Gertën edhe Rozanën, po jo Laertin. Laerti është treguar shumë i kujdesshëm. Big Brotherin e vjeçëm kemi pasur sharje të tipit shterp, mizerie, jo, klerë, më maskara. shumë fakt E kisha te pjesa që po themi që ata u thanë që ne snifemi, s'kemi bërë kështu dhe doli një skeç Jo se nuk i njihen, jo, dëgjoj. Ndërkohë që këtu ka dalë një foto, në fakt, kote nuk e di a ke kënë në Po rrjetë. patjetër, e kam edhe unë atë foto, është mamaja e Laertit, është motra e Laertit, është Laerti dhe prifti, kur kanë marrë çmimin që kanë qenë kish, është një histori që Rozana ka rrëfyer brenda shtëpisë së Big Brotherit. Jo, dhe ndërkohë që tha ajo, madje as një kafe s'kemi pirë bashkë. Jo, atë e ka thënë Rozana kur Laerti ka marrë çmim, që ka ardhur motra e Laertit ka jashtë, ka ardhur mamaja, i njoh personalisht, kemi vajtur edhe në kish, e ke në Prime kur bëhet fjalë për kafet. Janë 3 Prime që flitet për kafet, se sa kafe ka pirë Rozana me Laertin. Të këshilloj ta shohësh, është një Prime ku Rozana e deklaron shumë qartë që kur familjarët një herë madje kam qenë thotë me familjarët e Laertit në kish, te kisha ku Laerti shkon, sepse Laerti frekuenton kishën në Elbasan, tek ai zotëria që nuk i mbaj më temën, që nëse pak rëndësi ka, Nikol Xhufka, po, se nuk po më kujtohesh. E ka deklaruar këtë, e ka thënë dhe këtë e ka thënë madje ka qenë Prime, se tani po më kujtohet, kur Laerti ka lexuar letrën e së motrës. Ky ka qenë. Për sa i përket një marrëveshje që këta thonë, me lejen edhe të familjes së Rozanës, me lejen edhe të Andetës, unë po ju a them sot juve këtu, mbase edhe për herë të parë, Rozanën ne e kemi çuar në hotel, unë, Andeta dhe Loreni, deri xhaxhaj të Rozanës. Nuk ka pasur asnjë lloj komunikimi me Laertin, Laerti ka tentuar të komunikojë me Rozanën, Rozana e ka dhënë telefonin Andetës, Andeta i ka thënë ende nuk e kemi vendosur, një ditë më vonë kanë hyrë në hotel, nuk kanë pasur, është tentuar nga mbase, nga ana e Laertit për të diskutuar, për të folur mbase për të bërë një strategji, e paragjykojnë mbase në këtë rast, por jo, nuk është e vërtetë që të ketë pasur as edhe një lloj komunikimi njëri me tjetrin për të pasur strategji për të bërë një lojë së bashku dhe duhet dini edhe diçka tjetër, çdo lloj strategjie në shtëpinë e Big Brotherit nuk të zgjat më tepër se një javë. Në nxjerrje këtyre mesazheve, duket sikur është në kundër të Nedës, sepse deri tani Neda thoshte që unë se kam personale me ty, por dalje këtyre mesazheve sikur e përforcon është ajo që po thoya, pra, e vërtetoi që është diçka shumë personale. Neda e ka një natë personale, dhe në mendimin tim, një opinionist i cili ka urrëtie personale ndaj një lojtari banori të caktuar nuk duhet të jetë më në rolin e opinionistit, sepse nuk jep dot më opinion. Është e pamundur të dali jashtë kornizës, nuk ka dalë, ka 23 Prime sot, që ajo nuk del dot jashtë pjesës së urrëties që ka për Rozanën. Është realisht urrëtie, mënyra se si ajo e trajton. Po, shikoj se nuk është vetëm me Rozin, unë kam vënë re edhe me 2 vajza të tjera. Unë shpeshherë kam dashur, unë shpeshherë kam anatemuar Zhakun tek Big Brother 2, po është ka ardhur fiks koha për të thënë Zhaku ku je, hajde se bëm shaka, se kjo domethënë këtë herë është ka kaluar çdo lloj limiti, të normalizosh dhunën në mënyrën se si Neda e bën, për mua është skandaloze. Nën e 3 fëmijëve që normalizon dhunën në atë farë feje, vetëm për hir që të sulmoj një X lojtar, për mua është shumë e shëmtuar dhe është skandaloze. Sado që Ledioni megjithatë ja tha Prime që kaloi, ja vuri dhe në dukje, ajo nuk e priste këtë gjë, sepse e pashu u vu dhe në siklet. Po do të më pëlqente shumë që të riktheheshëm, e kam kërkuar edhe në YouTube. Neda duhet të ketë diçka parasysh. Neda kur ka qenë lojtare e Big Brotherit, ka qenë një nga lojtarët në thojza, lojtarët, jo njeriu, ta theksoj, lojtarët, ka qenë nga lojtarët më të urryra që ka pasur Big Brother ndonjëherë. Unë mbaj mend fan klubi ku ka qenë i ftuar Neda dhe ka qenë opinionist Olti Curi, ka qenë fan klubi më i ndjekur ndonjëherë. Ku Neda i vajti Olti Curit me dhuratë një libër dhe Olti Curi i vajti me dhuratë një shampo dhe i tha
në qoftë se ti me libër për të lexuar, po t'jap një shans për të larë. Kështu që Neda këtë gjë duhet të harroj dhe duhet të mos bëj sikur të shkuarën e saj e ka fshirë me gomë, siç të gjithë ne që nuk e fshim dot të shkuarën tonë. Kështu që ato që Neda ka lënë pas janë është një gjë që është e dim të tërë pak a shumë, kush e ka jetuar atë kohë, kush e ka parë atë Big Brother, Neda ka qenë një nga personazhet më acaruese dhe më të urryera në historinë e Big Brotherit, të paktën për sa i përket Big Brotherave jo VIP. Se pastaj ja mori Olta kthes. A mendojnë që prajmen që kanë ngelur pra kohë që kanë ngelur do ketë një reflektim nga Jo, nuk në qoftë se do të kishte, atëherë ajo do ta vërtetonte katër Ciprish, pastaj që paska pasur diçka personale. Diçka personale. Kam përshtypjen që ajo do ta vazhdoi këtë sikur është pjesë e opinionit të saj, pavarësisht se tashmë dihet shumë qartë që A nuk del që është personale në momentin që për çdo prime ti je kundër një po personi? ajo ka qenë për çdo prime kundër. Ajo në asnjë prime nuk ka qenë pro Rozanës. Edhe atëherë kur Rozana ka pasur të drejtë. Ajo kur arriti dhe mohoi dhe fakti që Rozana i ka ndetur pranë Eglit e ka këshilluar, kur arriti bëri dhe atë dhe tha që shiko, ti e ke shfrytzuar Eglin apo ti ke shfrytzuar Livia pa lidhje fare. Kur arriti ka thënë edhe këto, nga Neda tashmë unë që nuk presë, kështu që nuk është se më bëm përshtypje. Madje unë po them, në qoftë se ajo të rriqet, atëherë do të më bëj përshtypje, sepse atëherë do ta vërtetoj tamam që ato gjëra çfarë Rozana ka thënë janë të vërteta. Kështu që më mirë tha, të thatit mos e ngacmo sepse vjen herë. Ato mesazhe nuk janë rikthyer nga produksioni, kam përshtypjen se ato mesazhe janë rikthyer nga Neda për të vërtetuar mbase atë që çfarë Demek sipas saj, ajo që neve kemi thënë përpara, më duket 2 javësh e kemi thënë bashkë, që ne i kemi pasur ato mesazhe, kur s'kemi dashur që t'i bëjmë publike, nuk kishim se t'u bënin publike. Kushdo që ka qenë në Big Brother duhet marrë parasysh diçka, ka një fan base të njerëzve që e duan, ka një fan base të njerëzve që nuk e duan. Të gjithë shprehemi në format tona nga më të ndryshmet. Ajo fjala të shtyp me makinë është një gjë humoristike ku ne të gjithë qeshim, se sa herë themi neve brenda ditës këtë gjë, për shembull për një nga lojtarët çfarë të them, ja po të marr Aldon, po ta kisha unë Aldon jashtë, thoja me vete, më dali përpara do ta shtypja, fjala që bie nda thojza. Kemi pasur brenda në Big Brother njerëz që kanë thënë kur ka qenë Big Brother i Luizit, ke pas Amo Zaharin dhe Dea Michel që ishte finaliste dhe ka thënë brenda në spektaklin e Big Brotherit bashkë me Kristin, finalistin tjetër, që ky e meriton ta marrësh, ta lidhësh, ta zhveshësh, ta lidhësh pas një pemën, marrë dhe ta djegësh. Domethënë, këto janë disa deklarata, është një lloj humori i zi, i shëmtuar patjetër, por që jo se kjo me të vërtetë të bën dëm. Reagimi që ka ardhur aty ka qenë si pasojë asaj që Neda ka dashur që të përcjell. Nuk ka qenë produksioni, për mendimin tim ka qenë Neda. Neda i hapi varrin vetes me atë, bëri një autogol të papar, pati një lloj kundërreagimi, ajo priste të ndodhte e kundërta, e kuptoi që e shkeli, e kuptoi që në gjuhën popullore neve do të thonim e dheu, dhe i doli çdo gjë kundra. I ka dalë çdo gjë kundra, Neda tashmë është po paragjykohet shumë, po sulmohet shumë, realisht, është një njeri që sado që unë mundua Demek të tregonte gjatë prime që shiko, unë nuk është se nuk po mbaj anën e Rozit, po unë po them të vërtetën, ne e pam gjatë prime të kaluar, ajo la kokrën e namit duke vazhduar po të njëjtin stil, edhe atëherë kur Rozana kishte drejtë, ajo thoshte jo, ti s'ke drejtë, ti prapë e ke gabim. Me gjithë dashamirësinë e Rozanës që i tha mund të më komentosh sa të duash, por atëherë kur kam drejtë minimalisht, edhe po se the po të paktën hesht.